se erdhët në këtë video. Goca më jeni bërë kështu si të shtëpis. Ta bëjmë kështu zyrtarisht. Mirë se erdhët në kanalin tim, unë jam Brisi dhe po, jam shumë e lumtur që jeni këtu dhe po shikoni videot e mia. Do ta nisim me një byrek me kungull, shpresoj, nuk e di. Kjo varet gjithë nga gjumi i Soleas. Nëse ajo do të flej gjumë, ne do të bëjmë byrek. Përndryshe, do t'i fus një supë edhe të mbledhi mendjen. Morëm ne një xuka, një kungull nga këtë të verdhit, e pikturoj Lela çasi bëri. Edhe shumë mirë thash, paktën që si aktivitet, që ju akushëlloj juve mamave me bebat, me fëmijë. Edhe tani le ta gatuajmë, se do ikim që të bëjmë pazar perimesh. Pra do marrim një tjetër me siguri, tani është Stina dhe pse jo. Puna është që unë kam parë një recetë byreku shumë të shpejt, edhe kështu mendova që ta bëj. Nuk është receta e zakonshme, ishte një gocë nga Kosova, ju përshëndes nëse më ndjek dikush nga Kosova, edhe e bënte brumi kështu 6 tuça, 6 topa, edhe i bënte petet me vaj, kam bërë një herë, po vetëm me 2 shtresa, domethënë nuk e di se si e quante eksaktësisht, por i hidhe krip, i hidhe vaj, unë duhet ta mbush këtë me vaj se po më mbaron, por që shpresojmë që do dali. Dalësh? Jo, se ka ndërmend të dali, unë do ta lej këtu dhe do marr një shishe nga vaj. Për momentin kështu është gjendja, nuk filmova se s'doja të bëja duart pis me telefonin, por kam bërë 4 këtu dhe do bëj vetëm 2 shtresa, do i hap këto dyja dhe do t'i bëj mbushjen dhe kaq. Na u zgju Solea, na la byrekun për gjysëm, por shpresojmë që do ri edhe pak. I hodha çik djathtë, të bësh stresën e fundit edhe në furr. E shtruam këtu, të bëjmë kapakun. Të pëlqeu kaq shumë, ta? Zemra ime. E gati për në furr, e leva me vezë dhe qumësht. Erdhi babi edhe po shkërkon se materiale. Kjo do t'jetë ajo që do rritë muri i kuzhinës. Mëngjesi nga dita tjetër. Neve nuk na ka dalë gjumi mirë, po kemi nis punët, sepse është e shtunë njerëz edhe e shtunë. Jemi të dy në shtëpi, do thotë action, bring the action. Edhe po pastroj një raft këtu poshtë. Jemi pothuajse në kantinë, edhe që ta përdor për këpucët derisa të sistemohemi me një mobilje këpucësh. Po të paktën t'i fus aty se i kam akoma me thas. Ikëm. Ky këtu që duhet të sillet në formën më të mirë të mundur. Kështu, edhe ky që po përdor është ky nga që thot Gjasme që vret bakterit 99.9%. Edhe është për të gjitha sipërfaqet. Paka shumë janë sistemu kështu, është vendi ngushtë për gjitha këto këpucët. Është kam lënë të Lelës që të jetë, që t'i marri vetë kollaj, domethënë. Do ta mbush me këto të Lelës që duhet t'i mbledh akoma ku si kam. Ndoshta do ishte mirë të merrin nga ato që janë apostapat për këpucët, por që kjo është një zgjidhje pak a shumë provizore, se sa të marrim një tamam për këpucët, po pak më mos t'i lejmë në përthas. Dhe tani, mes 100 punëve, unë jam hallakat komplet. Na e bëni halal këtë pamje. Por shkojmë të ham drejt për jashtë, sepse është një super kona, u rikthye vera. Gjiku tautaj të musë. O katunarja ime vogël. Edhe dreka mundsohet nga një bolonjeze e përgatitur më para dhe më shpëtoi drekën. Edhe tani. Nuk le njëri, jo. Do të heq të trikën e leshit, se nuk më shkon me... Jem duke plas me pak fjalë, po... Ja, kështu dhe. Il succo di rose. Il succo di rose. Gëzuar me limonatën time. Ja.
I lame dhe të pushqedilës edhe I vendosim vetë që të thajmë 100 lapë për vendosim. Që për larë në tapetin furçën, shoshën edhe njepi. E lash normalisht me ujë edhe tani kam vendosur poshtë disa këto tapetet e tualetit edhe në qoftë se pikon ujë, ato do ta siti, nuk do bëhet ujë banjo. Edhe praktikisht pasi bëj këtë procesin, që është larje dhe larje, e kulloj ujë në këtë mënyrë. Që mos ma kulloj komplet ujë poshtë, në pjesën që do nxjerr jashtë. Në qoftë se keni ndonjë nga ato gominat aq më mirë, kështu edhe shtrydhet edhe pastrohet edhe e spostoj. E bëj me strisho praktikisht. Derisa të mbarojmë tapetin. Përsa për pjesën e zbriturit poshtë erën për forcime, Gjiku po mandin aty së shumë I rëndë. Tani, do marrim kafen dhe vikim lartë e Soleja që është në gjumë të palosim në mal me roba. Edhe pim kafen edhe bëjmë punë. Njerëz, jemi në atë që ne quajmë dhoma e Solejas. Është drita, nuk është si thash këtu. Kjo është dhoma e kaosit aktualisht. Ka vetëm rëmuj. Po mundohem të sistemoj sa më shumë gjëra. Edhe po dal nga dal si kur të marri forme dhe kjo sepse sa herë që kaloj këtu, prandaj më zemi grejnë, se sa herë që kaloj këtu, nuk e shikoj dot. Avash, do t'i sistemojmë. Nuk e di se çfarë do të bëj me këtë dhomën, kam shumë plane. Kam menduar një herë që të bëj një dhomë vetëm me lotra për gocat, që gjatë dimrit kenë vend ku të luajnë, se e dini ju ka në Gjermanis, kopshti në Gjermani, Gjardinon, kopshtin për jashtë kam fjalën, nuk baçi nuk është se përdor shumë gjatë dimrit kur bëj shumë ftohtë, thash ok, kem një vend kështu si dhomë loje, që edhe të mos më çojnë lodrat kudo. E di që kjo bëhet rumuj me lodra e kështu, mbylli derën edhe ik. Që mos më bëjnë lodrat e dhomave te salla kudo. Edhe thash ndoshta kjo është një ide e mirë. Po, nuk e di, do t'i pëlqej të qëndrojmë këtu apo jo, dhe më shkoj mundi mua kot. Do ta mendojmë, do ta reflektojmë, por ndoshta kjo do të jetë një ide, derisa Soleja të rritet edhe pastaj të bëjmë dhomën e saj. Ndoshta mund vendosim dhe një raft për rroba ekstra, si garderob le të themi. Nuk e di, keni ndonjë ide tjetër çfarë mund ta bëjmë këtë dhomën bosh? Më thoni, mund ta bënim si tip palestre, por kemi për palestër mund ta bëjmë në garazh, mund ta bëjmë në kantinë, kemi vend mjaftueshëm, besoj. Edhe nuk e di se sa do të ushtrohesha unë në shtëpi që kështu, po. Ndoshta një tapirulan ose nuk e di, një biçikletë ose më mirë dil jashtë dhe vrapokt. Këtë do thoja. Ka vend plot këtu. Nuk e di, ja, këto janë idetë për këtë dhomën. Nëse ju keni ndonjë ide super geniale, më thoni. Mirëmëngjesi nga dita tjetër. Dita ka nisur, ne kemi hëngrë mëngjesin. Unë I dash një fshes katit sipër, megjithëse kisha fshirë një herë dje, po u bë prapis. Edhe tani do zbres poshtë, do t'jap Solejas të pi një herë. Pastaj desha t'ju tregoja një dhuratë që më ka ardhur nga Medina. Sepse përveç se dua t'ju tregoj, do ta përdor, se do bëj petulla. E kuptuat se çfarë mund të jetë. I ka dhe erdha. Tani, përpara se të nis punën, thash t'ja tregoj. Kartonin mos I vini re, sepse Leila më zor për priste që ta hapte dhe filloi më priste me gërshër, ndërkohë që isha në telefon me Medinën. Dhurata është nga Medina. Dhe po, isha në telefon me Medinën sepse nuk e prisja për 100 vjet që t'ishte nga Medina. Erdhi pak, e shikoj kështu, në fakt isha në video call me mamin edhe I them, "Ç'a keni sjell kështu?" Që përshite sigur që mund t'ishin ato.
Edhe më thot mami jo, them, ndoshta Gjiku pas ka bërë një dhuratë. Marr Gjiku telefon, i them, o Gjik, ti e ke ble atë? Edhe thot Gjiku, jo, se ti qa është. Okej, i shkruaj mesazh motrës, i çoj foto. Di gjoti për këtë? Jo, thot ajo, edhe hatit nga ana tjetër. Hati, di gjoti për këtë? Më thënë, vetëm familjarëve. E ndërkohë, pastaj më shkoi mendja që Medina patjetër do të nis diçka, është diçka e vogël. Kjo është e vogël. Medina nuk është diçka e vogël. Domethënë kjo është diçka shumë e madhe dhe diçka shumë e dobishme që mua më hyn në punë sepse ju e dini si është puna ime negative. Edhe praktikisht është nga kjo që gatua të bën bukën për shembull, kjo është rase e bukës, këto nga këto që përzihen, për të bërë këto krema, jep me librin e vet. Medina po më thonë që e ka vetë edhe është shumë e mirë, edhe prandaj ma kishte marrë mua. Kjo është kapaku, dhe të dalim këtë pjesa më rëndësishme, që është pa e shkatruar, duket edhe këtu. Por që unë do ta vendos në punë sot, është kjo, bukuroshe këtu. E falenderoj Medinën shumë, nuk e prisja për 100 vjet, kjo është dhuratë për shtëpinë nga ajo. Gjithmonë Medina ndjen me duar të plot, edhe nuk e di. Ndjem shumë vështirë tani, edhe se unë këtu jam, kam një çik vështirësi të pranoj dhurata. Ndjem shumë vështirë realisht, por uroj t'ja kthej Medinës vetëm në të mira. Edhe e falenderoj shumë sepse do të më lehtësoj shumë punë. E di që nuk do bëj më pisa ndej vërtall, me brumë edhe me miell edhe me kutim kur bëj kremra. Edhe përveç kësaj, vjen brenda edhe me ato gjërat e tjera që janë për të ngrirë, për të afektuar, edhe për perime. Unë tani do shikoj se si funksionon. Por, në fakt, unë e kam parë te motra e ka, se që e bën shumë torta, edhe është perfekte. Doja të përgatisja gjithashtu me këtë, me që edhe me erdhi, me lehtëson punën, të përgatis një tortë për 5 mujorin e Soleas, që është nesër, por nesër është një ditë goxha e ngarkuar, sepse përveç se kam një takim në mesditë, pastaj në pasditën herët kam një takim tjetër, është për shkollë baleti për Lelën. Edhe përveç kësaj lidhet me diçka tjetër shumë të bukur. Jemi pak të emocionuar për nesër, për të dyja arsyet, le të themi. Normalisht unë i lava këto gjëra që do përdor, edhe kjo u vendos ka shumë thjesht. Do fus ingredientet e mi dhe do t'i vej në punë. Edhe po më thonte edhe motra, e mira e kësaj është që ti për shembull mund ta lësh këtu të punoj dhe të shikosh punën tënde. Ndërkohë që me një zbatitor normal duhet i rish sipër, ndërsa kësaj jo e vendos aty edhe punon vetë. Tani do tresim pak këto. Do t'i bëj dhe me vezë, si gjithmonë, që të ketë pak përbërës të mirë brenda, se Lela ndonjëherë mi ha thatë. Kështu njerëz, do ta mbyllim. Edhe hajde me bismillah. Dhe to, nuk bën as pis as gjë. Unë do ta lej të punoj, kërkosh që të bëj gjërat e mia. Kam hedhur vezë, krip, pak vaj, edhe ujë. Edhe maja. Fantastike. Tani unë po e mbyll, do ta lej që të pushoj, të vi brumi, ndërkohë që do të bëj gjërat e mia. Punët dan. Tani do kalojmë tek petullat. Brumi ka ardhur, është bërë më shumë se dopjo. Mbaj pak ujë këtu që të njom duart edhe po. Le të nisim skuqen. Ja, na ka gjetë Belaja me Lelën që do forma. Gjiku tha i ke bërë një koniljet, një lepërush horror. Ka të drejtë. Këti pak i dani kështu dhe bëjmë nga këto të voglat.
Thahu, bukur është thahu. Twinkle, twinkle, little star. Tani po shkoj që të fus këto perdet në lavatrice, sepse Gjiku ka vendosur shkopin. Po më vjen në mendje një pyetje që më bëhet shumë shpesh në DM në Instagram. Më thoni si a del që ti bësh gjitha këto, unë nuk e dal, e gjëra të këtij tipit. Edhe unë nuk e dal gjithmonë njerëz, po kur e mendoj, unë nuk pushoj gjithë ditën. Ka edhe ditë që them ik varja, do rri aty edhe për shembull dje Gjiku bëri gropat për perdet edhe për pis poshtë edhe nuk arrita do ta fshiva sot, ka edhe kështu. Po kur e mendoj nuk pushoj gjithë ditën. Edhe tani për shembull mund të ulsha shumë mirë ta pjej një kafe. Po ja, them edhe këtë. Nuk është po mburre me këtë, nuk është aq mirë. Ndërkohë këtu jam te Wintergard, nuk e di po e kuptoni apo jo. Paka shumë në fillojnë të kuptoni dhe ju zonat e shtëpisë time. Do dalim tem tjetër, po ky Wintergarden është një projekt tjetër që kemi këtu te shtëpia, por po pres që të më vinë rinforcimet për këtë sepse është punë shumë e madhe. Nëse nuk ishte tema kjo, po që po. Është kjo, është edhe fakti që Gjiku im punon deri në orën 2 pasdite, pra pasditeve ai është në shtëpi, sepse është ndryshe kur bashkëshorti vjen në orën 6 të darkës në shtëpi dhe nuk e qa bën me një fëmijë të vogël, me 2, edhe me 1, po me një fëmijë të vogël ose me 2, nuk e qa bën. Ju kuptoj shumë mirë juve mamave që thoni që po unë nuk ja dal. E kuptoj, kur nuk e ndim edhe nuk ja del. Që kështu neve alternohemi. Unë bëj gocën, unë bëj një punë, pastaj e baj unë edhe Gjiku merret me punët e veta, edhe kështu. Më thënë duhet një skuadër shumë e mirë për t'ja dal, po që edhe sakrificë e madhe që shumë shpesh më zej nata duke bërë ato që s'kam bërë gjatë ditës, edhe kështu po. Por jo gjithmonë ja dal. Duhet ta them edhe këtë pjesën këtu se s'duhet të dal këtu si perfekte, edhe që po ja dal gjithmonë, jo. Ka ditë që nuk ja dal, edhe filloj stresohem që s'ja dal. Po që kështu është, nuk e qa bën. Të fusim këto të lahen tani. E pa t'i dhënë shi e futën brënda tapetin neve, shi nuk ra. Gjiku ka që në mëgjesi më thot ta nxjerr jashtë, më them jo se do bjeri shi, ma lag. Ndërkohë shi nuk ra, është gjithë kjo erë, na doli dhe dielli dhe themi inshallah do thahet. Se do një qikot thahet ky. Po që goca e kam larë me tetërsi normal rrobash edhe me domol nga ai që është për zbardhim, nga ai pluhuri. E ka bërë xic. Nuk e di duket apo jo, po është vërtet xic. Edhe ajo teknika që nxjerr jashtë nga vaska, duke vënë diçka poshtë natyrisht se përndryshe bën det vaskën, funksionon super mirë. Tani unë mendova të fus këto perdet e bardha. Pastaj kam të lelës edhe ndoshta se është roz, nuk e di. Se thash mos ndoshta s'besoj se vjell, po për merak. Se s'është se ti bëjnë ndonjë larje kush e di, thjesht do t'i jap një ujë me aromë edhe pastaj do t'i kuros. Me që është kjo era që të thahen kështu shpejt e shpejt. Questo è un fiore per te, mamma. Grazie. Prit, shikoje këtu. Hajde ta jap mami. Shikoje, është këtu. Tani po e kuros, i ka marrë gjysmë të thata. Këto perdet mi ka dhënë mami, në fakt nuk i kam bler. Tani, ka diçka që nuk shkon. Kjo është bosh këtu, edhe aty është bosh. Nuk duhet të rri kaq bosh, domethënë. Duhet të rri më plot. Po perdja kaq është. Edhe vjen shumë e gjatë poshtë, problemi tjetër. Okej, tani, t'ju tregoj pak. Kështu me stilin e sallës besoj se shkon. Mund të shkoj. Unë vetë për shembull nuk do t'isha bler kështu me shkëlqim se nuk është stili im, po duke qenë se mami mi dha, mund të shkoj sepse edhe ky është kështu, ky stili si madhështor edhe kështu si me shkëlqim, hajt. Mirë, mund të shkoj. Por prap nuk më pëlqen se është bosh aty. O do t'i fusim dhe një fije në mes. Edhe po mendoj t'i fus ato grit këtu, po prap stili grive nuk shkon me këtë me shkëlqim. O që na gjeti belaja. Mendoj që këto rrinë më mirë këtu. Ky zotëria po ha buk me këtë pamjen këtu.
Me këtë pamje, po e mbyll për sot. Mirëmëngjesi. Receta do t'jetë ajo si te torta e Leilës. Kështu e kemi të shpjeguar atje me detaje në qoftë se dëshironi. Edhe nisim nga puna. Ku kam normalisht kam 10 cm të vogël. Duke mësuar nga gabimet e herës tjetër, e vendosa me letër furre edhe kështu, tepsi tjetër. Ja dhe pantispanja gati. Leila, ku po shkojmë ne mami? Do shkojmë ke të provoj Leila balet? Do shkojmë ke shkolla e baletit? Po, përpara ke fizio, pastaj atje. Të pëlqen ty të shkosh atje ke shkolla e baletit? Me çfarë të shkosh ti ke shkolla e baletit? Ti quhet shoqja jote. Bravo, ka marrë malli ti për Octavio? Zemra ime. Okej. Sot do ta takojmë mirë? Të don shumë, po ti e do shumë? Zemra ime. Mirë, mami. Në dorë. Në dorë. Për balet, ndërkohë që gocat tonë janë për kung fu. Leila, u knaqe sot, mami? Leila e ka energjinë zero, por u knaq shumë. Shumë. Work in progress, jemi në këtë pikë. Kaq arriti mami, kaq? Edhe me zor. Nuk credo che ci arriva prima a me. Ta presim. Kujdes, me shumë kujdes, të lutem. Okej? Ce l'ha fatta? Brava Leila. Tani një herë të fundit. Ciao ragazzi, io sono Leila. Ciao ragazzi, kjo është Leila. Tani. Allora, io sto bene. Ne kemi ardhur te parku se s'na del kopshti jon. Kemi një park këtu afër shtëpisë, edhe kemi ardhur këtu. Edhe po, unë nuk ju kam fol fare që dje sepse dje ishte një ditë shumë kaos. Shumë e bukur, shumë e ngarkuar. Leila pati provën e baletit, siç e pa, ishte me Octavian. Ky ishte plani e mamave. Ju tashmë e keni parë dhe në Instagram që kam takuar me Claudian edhe merr përgjigje. Okej, unë jam me një vath tjetër, nuk e di ku ka shku, do ri kështu që të më shikoni vetëm një vath. Nuk e di të përqendrohemi. Ka marrë përgjigje një nga pyetjet më të shpeshta në komente edhe në asket e mia, që kështu po. U takuam më në fund njerëz dhe jemi shumë të lumtura për këtë. Gocat ishin shumë të lumtura që u takuan, fillimisht ishin pak kështu si të turpshme, por pastaj u misuan me një herë. Edhe kjo ishte pjesa më e bukur, edhe shpresojmë që t'i pëlqej, t'i vazhdoj t'i pëlqej baleti kështu si sot, që edhe ne të mund të takohemi gjatë kohës së baletit të tyre. Që për Leila nuk thet. Jepi. Produkti që do përdor është ky. Nuk është se më kanë thënë fjalë shumë të mira, por do ta provojmë. Praktikisht kjo ngjitet kështu. Nuk e di, do ketë instructions që t'va tregoj edhe juve. Vendoset aty ku ne duam që ta kthejmë palën, edhe pastaj e kuroset, edhe pritet ajo që është tepër. Tani, unë e kam e kurosur aty ku e dua palën time. Kam vendosur atë fettuccinon poshtë, atë shiritin. Thot vendos një copë të lagur dhe e kuroset sipër, që ajo të ngjisi, edhe kështu do bëjmë. Nuk e kam vendos deri përtej sepse si fillim dua ta provoj. Here you go. E gjetëm zgjidhjen, ndoshta jo idealja, por mendoj që është deri diku. Okej. Që do kuptohemi. Kjo ishte before dhe kjo është after. Babi, më të faccio bella con la forchetta.
Hello nga fundjava jonë, e kemi marrë kështu shtruar, stërpat me mëngjes, në fakt dhe shumë shtruar jo, sepse po presim që të vinë, që të rregullojnë banjon poshtë, po kështu si për mëngjes mirë. Edhe tani kemi pak kohë që t'i montojmë Lelës diçka që na ka ardhur. Është një dhuratë shumë e bukur për Lelën, edhe po, unë ju thash çfarë do bëjmë me dhomën, nuk e di, por më duket se kemi ndarë idenë që do bëjmë atë dhomën me lojra. Do nisim që ta montojmë, edhe qëndroni këtu sepse në fund do të keni një room tour të dhomës së Lelës më në fund, duke qenë se rregullova dhe perden. Jemi tek dhoma e lojës. Kjo që kemi porosit është kjo. Lela, kujdes mami se bie. Është Kids Play Set 5-në-1 nga Good Evas. Edhe Lela, hajde hapi mami se është e jotja. Është edhe Soleas, po që... si të duket? Bukur. E bukur? Qa është krevati ime? Krevati jot? Këtu, babi. Si po ju hecën puna? E zeza. Nuk të pëlqen fare, ë? Më duket se s'të pëlqeu fare. Më pëlqen! Nuk ka tati vull, ujo. Rëshkite, mami? 1, 2. Vaj. Lela, po të pëlqen apo jo? Më pëlqen! Tu do flesh sonde. Il cielo del mattino, 2 stelle brillano già, una danza tra i sogni, l'altra sussurra realtà. Ehi, la soleá. Mirë se erdhët në dhomën e princeshës. Tani do t'ja nisim nga krevati. Është ky, ju kam treguar edhe në Instagram. Edhe mbulesën ju pata treguar herën tjetër. I ri fix, nga një anë është mirë që i ri fix, sepse nuk hidhet as nga këtej, sepse ka mbajtsen. Po, prap se prap ndoshta pak më i madh, se me zore rregulloj se vjen kështu jek. Ndërsa klëfi ishte shumë i madh për jastikun e Lelës, edhe kemi rregulluar kështu. Lela nuk është se fle me këtë jastikun, po e kemi vendosur kështu sa për dekor gjasme. Këtë ja kam blejt veç, kam optuar për këtë krevatin që është 1.42, sepse nuk e dinim në qoftë se Lela do flinte në krevat të saj, dhe menduam që do ishte mirë ndoshta ta marrim një çik edhe për kur të rritet, se ti hyj në punë. Ne jemi të kënaqur me këtë krevatin, ka fjetur edhe xhiku këtu edhe e ka mbajt mirë. Kemi vendosur që të ngjisim këto lulkat, e kemi vendos bashkë me Lelën si aktivitet, sepse ideja ishte që të bëjmë diçka që t'i pëlqej asaj. Kjo këtu na ka rënë, por që këtu është pjesa e leximit, edhe këtu po mendoj që të vej atë gjën që sapo na ka. Korati që kemi zgjedhur për tek dhoma e Lelës është ky. Ajo është një pjesë e krevatit Soleas që qëndron aty. Edhe t'ju tregoj ato që mora tek IKEA. Tani këto janë bërë rëmuj, pak. Nuk janë siç ishin, se Lela vjen i merr vetë rrobat edhe ndrohet, por që kutijat janë kështu. Do të na duhet edhe një ndarje këtu. Po këtu kam vendosur disa xhupa. Lela atje ka çorape, mbathje, kanatiere që ajo i merr vetë shumë kollaj. Edhe këtu janë të gjitha rrobat që ajo i merr vetë gjithë kollaj, ndërsa xhupat i kam vendosur tek ana tjetër në varse. Për ndryshe këtu është mirë edhe një puf si zonë leximi. Librat tonë të preferuar. Këto i kemi dhurat nga Klaudia nga hera tjetër që takuam, se nuk ju kam treguar. Këto janë librat nga Vera që ju kam treguar, nga Vera Matjani, sepse kemi rreshtuar 2 verat, pra Vera Matjani edhe Vera Halilaj. Të dyja librat në shqip. Për ndryshe kemi edhe librat në gjermanisht dhe italisht, sepse siç e dini, Lila është trilingue.
Këto e kemi dhurat kur lindi Solea. Pastaj tani për momentin Lelës ja kam vendosur rushat e vet te kjo gjëja këtu që është për udhëtimet, po thjesht që mos I lej vërdall, idealisht do t'i marr një kosh. Këto e kemi dhurat kur ka lindur Lela nga koleget e mia. Perdet që vendosa t'i marr janë këto, që ju kam treguar dhe janë bërë legjend, ju a tregova që I shkurtova. Guzhinën e kemi dhurat nga Lala, nga familja e Gjikut. Një dhe perdja tjetër, ndërsa ai është një pinguin me zhurmat e bardha brenda. Si pamje nga dhoma e Lelës kemi këtë, për ndryshe nga ana tjetër kemi këtë, që nuk është keq. Këtu kemi dhe kalin, gomarin, nuk e di se çfarë është ky, që e kemi dhe këtë dhurat nga motra, shumë gjëra I kemi dhurat. Dosim që ti varnim këto në mur, sepse mua më pëlqyen shumë dhe janë edukative. Taj, pas shumë kërkimesh, vendosa që të shkoj për këtë ambazhurin dhe jam shumë e kënaqur, e gjeni tek IKEA njerëz, është shumë ekonomik, diku tek 10 euro ndoshta mund të kushtoj dhe më pëlqen super shumë madje. Përpara se ta varni mund të ta pikturoni me fëmijët tuaj dhe ta personalizoni. Më pëlqeu shumë si zgjidhje dhe mendoj që shkon shumë me dhomën e Lelës. Një detaj fundit është ky. Kemi ngjitur këtë gjën këtu pas murit, pas derës, që Lela e pikturon me shkumsa. Dhe tani nuk e di se çfarë ka pikturuar, mendoj se hënën, se në darkë pikturon hënën, në mëngjes pikturon diellin, ret shikon nga dritarja si është dhe na bën parashikimin e motit tuk te kjo. Mungojnë akoma gjëra, detaje nga dhoma. Për shembull tapeti, e kam një tapet që ma dhuroi shoqja ime, ka qenë I gocave të saj, nuk është se e bleu të ri, nuk e donte më se gocat janë rritur dhe ma fali, por është problemi që shumë I ngombrant edhe duhet larsh nga këto tapetet tipik që duhen t'i shtrosh si lavatetrin praktikisht. Edhe kam thënë okay, jo, do pres një herë, do ta lej pa tapet derisa të vi dimri mirë kur ta shikoj. Nëse kam gjetur një zgjidhje tjetër, atëherë po. Për ndryshe do ta lej pa tapet për momentin. Çfarë mungon tjetër? Mungon diçka për lodrat, diçka që të fusim lodrat, po duke qenë se kam këtë projektin tjetër në kokë, nuk po nxitohem që t'i blej gjëra që pastaj të më zejnë vendin kot edhe të mos më duhen. Si çdo gjë tjetër në shtëpi, po e mobilojmë avash avash. Më thoni në komente çfarë do të bëni të ndryshe. Pjesa ime preferuar dihet është këndi I librave, e doja shumë. Edhe perdet nuk kanë dalë keq, edhe kjo pjesa e ambazhurit më pëlqen, edhe këto mbrapa. Duhet akoma të gjejmë këto mbulesat e duhura për krevatin dhe jastëkët, po avash avash. Të pjesën e dritares këtu e kemi për syrin e keq njerëz. Sepse është prishur grila edhe nuk e kemi rregulluar ende aty te ajo kapakja vet, edhe e lidhim kështu praktikisht, po siç thash është për të prishur syrin e keq. Tani që të kuptohemi, na paska rënë pak kjo, po s'prish punë, që të kuptohemi edhe një herë, dhoma looks like this. Edhe nga ana tjetër, kështu unë jam lart me gocat, sepse ndërkohë poshtë po bën punime. Ju falenderoj shumë që ndoqët këtë video. Do të shihemi në videon e ardhshme, shpresoj gjithmonë me gjëra të bukura. Nëse ju ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, subscribe, koment nëse dëshironi dhe shihemi së shpejti. Pacim!